Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. O besimtar, nga ligjet e Allahut në këtë jetë është ndërrimi i ditëve dhe netëve dhe shpejtësia me të cilën kalon koha. Sa shpejt kalon koha dhe sa shpejt përfundojnë stinet. Ja ku jemi sot në prag të ditëve të fundit të këtij muaji të bekuar, muaj të mëshirës, të faljes dhe lirimit nga zjarri. Është një muaj në të cilin janë hapur dyert e xhenetit, janë mbyllur dyert e zjarrit, janë prangosur shejtanët dhe janë ngritur gradat e të devotshme. O besimtar, muaji juaj tashmë ka filluar të paksohet. Prandaj shtoni ju në bindje ndaj të mëshirëplotit. Ju po i afroni përfundimit të tij dhe përfundimi i tij është shembulli i tij është si aromë e miskut. Allahu i madhruar është betuar për 10 net e fundit të këtij muaji duke thënë wa layalin ashr dhe betohem pasha 10 netet dhe betohem në 10 netet. Është transmetuar nga Ibn Abbas, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me baban e tij, se ka komentuar këtë ajet duke thënë këtu janë 10 netet e fundit të Ramazanit. Do të thotë Allah betohet në këtë pjesë të fundit me cilën përfundon muaji i Ramazanit. Dijeni pra se netët e 10 ditëve të fundit të Ramazanit janë netët më të mira të vitit, orëbër të Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam i dallonte këto net dhe përpiqej në to me një përpjekje të madhe. Në Sahihin e Imam Muslimit transmeton nana e besimtarëve Aisha, Allah qoftë i kënaqur me ta, duke thënë: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayriha." I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, përpiqej në 10 netët e fundit më shumë se sa në netët tjera. Po ajo gjithashtu thot, kana nabiu sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahla. Kur hynin 10 net të fundit, profeti sallallahu alaihi wasallam i shtrëngonte rrobat e tij. Do të thot nuk ju afronte më grave të tij. E xhallronte natën me adhurim dhe i zgjonte familjen e tij. Imam Nawawi, Allah e mëshiroft, ka thënë: "Kjo tregon se është e pëlqyer që të shtohen adhurimet në 10 netët e fundit të Ramazanit dhe të xhallërohen netët e tyre me bindje ndaj Allahut." Ndërsa Imam Ibn Hajeri, Allah e mëshiroft, thotë: "Fjala e Aishës e xhallëronte natën, domethënë e kalonte natën në adhurim dhe qëndronte zgjuar në ibadet, sepse xhumi është vllai i vdekjes." Xhumi është vllai i vdekjes. Do të thotë, me këtë fjalë të Ibn Hajerit e kuptojmë një dobi shumë të madhe, që jeta në të cilën nuk ka ibadet është jetë e vdekur. Sepse xhumi, pse është quajtur në hadith, profeti sallallahu alajhi wasallam e ka quajtur xhumin vdekje dhe Allah e ka quajtur në Kur'an vdekje. Për çfarë arsye quhet vdekje xhumi? Sepse njeriu nuk përfiton, nuk ka dobi në ahiret. Pas në qofë se e ka njetin me pushu për muqu për namaz të sabajt dhe muqu një batë. Për ndryshë mbetën në dunja. Nuk mundet me vepru. Nuk i pamundsohet të vepruarit. Në më thonë, jeta ati cilit nuk vepran është jetë e njerit vdekur edhe pësa është i gjallë. Jetë e njerit vdekur edhe pësa është i gjallë. Të parët tanë të devotshëm i dallonin këto net me madhërim të madh dhe përpiqeshin me to në to me përpjekje të jashtëzakonshme, duke ndjekur shembullin e zotërisë së bijve të Ademit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyutiu ka thënë, ishte transmetuar se ata i madhronin 30 vjeçe. 30 vjeçe gjatë vitit i kanë dallu muslimanët e parë. 10 ditë e para të Muharremit, 10 ditë e para të Dhulhijhes dhe 10 netët e fundit të Ramazanit. Imam Ibn Rajebi, Allah e mëshiroft, ka thënë: Ibn Gjeriri transmeton se ata pëlqenin të laheshin çdo natë nga netët e 10 të fundit. Dhe Ibrahim an-Nakhai nga tabenët, nxënësat e sahabëve, lahej çdo natë nga gjatë këtyre 10 netëve. Gjithashtu transmetohet nga Mujahidi që Ibn Omeri, Allah qoftë i kënaqur me ta, i zgjënte familjen e tij gjatë këtyre netëve. Më thonë, muslimanët e parë kanë dallu këtu net. Jenë pastru, jenë parfymos, jenë vesh në rroba të mira për t'ju qasë ibadetit Allahut çdo natë nëpër xhamia. Me bën ibadet Allahun azza xal. Jenë lo, kanë bën gusul sukur për xhumo, sukur për ditën e premte,
Qysh pastrohen musliman, ashtu janë pastru duke i madhru ato net dhe ju kanë qasë ibadetit Allahut subhanahu wa ta'ala gjatë këtyre net. I kanë zgju antarët e familjeve të në njërë që të përfitojnë nga thesaret që Allah azza wa jall i vendosi në këto net. Dhe Sheikh Ibn Bazi, Allah e paqmëshiru, ka thënë, është e lehtëshme që për besimtarët që të ndjekin shembullin e profetit të tyre Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe ta përfundojnë këtë muaj të madh me kujdes të veçantë për këto 10 net, duke shtuar përpjekjet në adhurim. Robër të Allahut. Këto net nuk janë si net të tjera, në të ndanë furnizimet, shkruan caktimet dhe shumë njerëz lirohen nga zjarri. Janë pak net, për shpërblimi i tyre është shumë i madh. Ndër më të mëdhat e këtyre netve është nata e Kadrit, për të cilën Allah i lartësuar thot Lejletul Qadri khajrum min alfi shahr. Dijeni se nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. Do më thonë më e mirë se sa më shumë se 83 vjet adhurimi. Një natë e cila ka vlerë edhe peshon ditën e gjykimit. Në peshore, kur të vendosën veprat që janë bën gjatë asaj nate, peshojnë më rënd se sa 83 vite. Më rënd, më shumë se sa 83 vite. Çdo natë. Dhe kjo ripërtrihet dhe përsëritet çdo vit. Do të thotë një besimtar i cili ka jetu prej moshës 10 vjeçare deri në 60 vjet, 50 vite, i ka 50 herë mbi 83 vite jetë shpërblimi. 50 herë mbi 83 vite. Do të thonë bëni hesap ju sa jetë e gjatë. Do të thonë peshon kjo si me pas jetuaj vite gjata. Kjo është rahmeti Allahut azza wa jall që ja ka dhënë. Atëherë më shfrytëzoni maksimalisht dhe përpiqni që ta gjeni këtë natë. Dhe kjo natë, siç është transmetuar, është në 10 net të fundit. Nuk do më thonë pa tjetër që është nata 27. Allah subhanahu wa ta'ala një shpërblim, një thesar ka të madh, nuk është ka që i letë që me thonë veç nata 27 dhe çdo kush erdha natën 27 dhe mbaroi puna. Për këtë arsye i dërgumi Allah e ka hulumtuar dhe e ka kërku, edhe na ka sugjeruar që ta kërkojmë edhe neve. Sa shumë robër e kanë arritur natën e Kadrit dhe jeta atyre është ndryshuar, sa shumë mëkatar Allah i ka falur në një natë, sa shumë robër janë shkruar në atë natë ndër banorët e lumturisë të përhershme. O besimtar, janë vetëm disa net të numëruara. Kush e humb mirësinë e tyre është i privuar me një privim të madh. Profeti sallallahu alaihi wasallam na mëson rreth vlerës këtyre netve, thotë men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush falet gjatë natës Kadrit me iman dhe shpresë shpërblimi, mëkatet e kaluara do t'i falen atij. Ai gjithashtu kërkonte natën e Kadrit dhe thoshte të harrau lejletul qadri fil ashri al-awakhir min Ramadan. Kërkojeni natën e Kadrit në 10 netët e fundit të Ramazanit. Ora për të Allahut. Ibn Rajebi ka thënë në Lataiful Ma'arif, kujdes, muaji juaj tashmë ka filluar të paksohet. Prandaj shtoni jo veprat tuaja. Çdo muaj mund të zëvendësohet nga një tjetër, por Ramazani me çfarë mund ta zëvendësoni atë? Ramazanin, me çfarë mund ta zëvendësoni atë? Prandaj përpiquni në këtë net, ora për të Allahut, Allah i mëshiroft, sepse ndoshta ndonjëri prej nesh nuk do të arrijë Ramazanin pas këtij viti. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم أصلح شاننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا لقبول الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل جوارحنا تنقاد للعمل به بحولك وقوة لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين، ووفقنا أن نكون فيها قائمين مطيعين يا رب العالمين، مؤمنين محتسبين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك العافية لنا ولإخواننا المسلمين حيثما كانوا. اللهم اجعل المسلمين بين أيديهم سالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت.
اللهم اضرب بعضهم ببعض في سلامة وعافية المسلمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر.